Përshëndetje të nderuar dhe mirë se erdhët në Menderjush. Sot do kemi një episod artistik, kaotik, fantastik. Por para se të vazhdoj, dua të prezantoj atë që duhet shpatulla ku do mbështetem sot. Miku im komedian Timoleon Gjikopulli, ose siç e njohin në rrugë, Leo. Faleminderit. Në rrugë të egra të Delion. Faleminderit njerëz. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që merr. Asnjë nga ato fjalët nuk është për mua. Kam përshtypjen as artistik as. Jo, kam i ftuar më vonë. Okay. Gëzuar mirë se merr. Gëzuar. Mas më ka dalë vera nga dje akoma. Përshëndesim mikun tonë që e di që po e ndjek këtë emision. Faleminderit që më ftove. Nuk më del e keqja që more Panajotin para me, po s'ka problem. E kanë dashur shumë Panajotin, nuk kënaqen njerëzit me Panajotin. E pash. Plaku im ishte sa djali i mirë, është. Të tërë ja kanë qef atë. Është përmetar më burr. Është përmetar E vendaj. kanë qef. Ta din njerëzit sa i poshtër që është e pabesueshme. Është homofob, Ua. racist. Ua. Ure, shkon anë nga gabi. Më jep njerëz aty bëj gjëra kështu, bëj kolonizator më. Mos e tepër. Se ke parë? S'është djali mirë. Është nazist. Po ajo ke nazist është, në thënë drejt. E di kush është tjetër nazist? Ha. Qa segue pa besueshëm, bravo. Kanye West në Shqipëri, ore. Pa. Apo në mezi për pres. Ti në fakt ma çove direkt, je interesuar si duket kjo Pa puna e Kanye West? dyshim që buk dhe cirk, po unë jam plebek, kështu që jep më shkosh. cirk, jam mezi për pres. E ke marrë biletën? Pa dyshim që e morë. E ke vënë të pritje. Jo, ore doli bileta sot A, në doli? mëngjes madje. Mendoj që nga më të mirët. Ever, po. Ai ka thënë kështu, unë jam Shakespeare-i. Është nga artistët më të mirë ever, Shakespeare ndoshta nuk është. Po. Mozamit. Po. Mos e shaj mozën se disha do të shajnë. Po pa dyshim që Këto të rillet shajnë. merren po. një hedh me Lisa që të krijoj zhurmë, se atë merr malin. Nga ropt, po, e di e Mos e shaj pash. mozën. Më mirë shaj Kanye West, ai s'është gjë si artist. Okej, ashtu e bëjmë. Po, do të thënë kur të vi ky unë mendoj këtu si do ta presin, a do t'i japin kështu dhall, do t'i vënë atë plisin. Të gjëra tipike e shqiptare. A do t'ja bëjmë gjithë atë. A do t'ja bëjmë edhe aty Kam përshtypjen që s'do pranoj, po ne do e provojmë. Kam përshtypjen Rama do e provoj parë. Kur erdhi edhe kjo Ivanka, kush erdhi që Goca e Trumpit. Që i bën intervista aty burrit te Pelet. Ishte çupe thjesht. Çupe mirë. Sallat, Porosit mesore. një mish të mirë, nuk është se ishte shumë. Një sallat si shile. Edhe me Kanye ishte. Çfarë ngri Kanye? Po, çik pacarok. Kukurec, ndoshta edhe tona. Ore, duhet t'i japim tona, ore. Kanye kur të vish, ta disha duhet hash. Ja çon me Do Lisa hash të këtë. qetësosh, nuk do shash as që futët as të gjërat. Do të dërgoj një pako. Një lloj. Po do ndërtohet një stadium i madh, ore. Atë nuk e di, a do ndërtohet apo. Unë jam shumë kurioz. 60.000 thon. Ja, unë do doja shumë që të kisha atë forcë që të e di se shumë, çfarë po bën kjo qeveria kështu, po na hedhi syve, bojkotohe këtë, po jam i pari. Ata bojkotojmë që siç e bojkotuan këta tjerë që është Jo, për nazizmin më. Se e bojkotuan. Atë lejo ty ta bësh në YouTube atë gjë. E po ishte përshëndetje, Bernardo. Përshëndet ai Se shok. te Comedy Thursday bëre, po këtu. Po thjesht nuk e di se çka vini një gjë aty. Okej. Po vazhdojmë ta bëjmë. Britania i tha jo. Po dakord. As të futej. Franca i tha, "Shiko, do lëm një datë, po jo tani se ashtu është një punë." Nuk më intereson për këtë, më po thjesht. Ne e morëm. Jo më është kjo puna e konspiracioneve që siç plasën në Amerikë, domethënë Çfarë është? për të mbuluar skandalet fillon. Po ka dhe alien, do ikim në hënë për herë të dytë. Po ka alien. Presidenti do vdesi, kujdes, dhe po i bën atentate Po me tërkohë. Kanye ku është konspiracioni? Kjo e njëjta që po ndodh edhe këtu, domethënë për të të hedhë syve Se e nga kanë marrë. për të të hedhë syve nga tërkohë. Buk dhe cirk, nëse ke parasysh për çfarë. Po e ka marrë Rama për Për marketing, çfarë? për turizmin, jo. Për turizmin, Po, da, vërtet. Po marketing i pastër. Më fal, dalin njerëzit në orën 4 të mbasdites nga puna nga dytësorja dhe aty ti ngec 6 orë në trafik. Unë kam bërë një herë shtëpi. Po anko është i po bën nga këto tani. Po ashtu është vërtet. Do qash tani? Do Ka qash. gjatë këto. Nuk kemi kapacitete. Jo, po ashtu është vërtet. Domethënë si ka, okay, dakor, është afër aeroportit, ndoshta ka të huaj që do vinë direkt, do ikin, do kthehen. Ore ka për të mbushur, unë nuk e di për këtë 60. E para një herë që thon do ndërtohet brenda 2 muajve. Ja, edhe kjo është. Ora është një rrugë këtu poshtë, rruga kush bëhet ka ja 6 muaj kjo që shkon nga kopshti zoologjik te liçeni That. 6 muaj janë njerëzit po thyen këmbë, ti imagjino të ndërtohet stadium për 2 muaj. Po këtu s'do vi Kanye Westit, ajo rruga e kopshtit zoologjik. Në fakt u vi vetëm unë. Eksakt. E vetëm s'ka shfaqje. Vetëm unë thot. Tërandale vjen aty, po vetëm ky vetëm vetën e vet konsideron.
Po flisim për njerëz të rëndësishëm. Okej, Dhe nazist dhe racist. Kështu që kështu, valla, nuk e di, unë jam të thash, do doja shumë të kisha edhe unë këtë forcën që e bojkotojmë. Po jo, A kanë kontestuar? Jam I pari në listë. Kanë protestuar? Ka patur në shumë Nuk s'kam parë gjë, nuk e di, ndoshta ata që ndjek unë janë të tërë. Asu. Po se shteti jo, sidomos po është amerikan, ne jemi kështu. Po ku shtet më se e do bëri? bëj ta sillim ne mos ka që e mbajmë ne. Po shteti po organizon pra mua ajo gjëja më e çuditshme mua ajo më duket që po organizon shteti dhe jo një privat në gjithë botën po organizon. Po vllanë edhe Hitlerin, po të ishte gjallë, e thoshin amerikanë shiko. Se I bën mirë dhe turizmit. Ta shikohet Hitlerin ta nxirrni këtu e ishte. Ua, sa do rriten numrat e të ardhurve. Ato numrat që thotë Rama në fund të vitit. Kaq turist ka pasur Shqipëria këtë vit. Oh, wow. Do e shfrytëzoj, do I huaj në fakt. Nga një anë duhet ishim I vetmi shtet që duhet mbani një lloj qëndrimi, se për shembull Anglia I ka përzënë çi futet atëherë. Franca çau bëri. Këto të tjerë njerë kanë kështu, ishin sa erdhi Gjermani pa ja u kërkuar, ja çuan, si me Hungarin, kush e ka atë. Ne ishim të vetmi që edhe atëherë nuk I lam. E diti që Einsteini është nga Pogradeci. Po. Qarkullon një histori që atëherë kur u fshehën këta, Einsteini mori kështu që të merrte pasaport shqiptar dhe bëri vendqëndrimin në Pogradec. Do ku I dëgjoj. Gjithë nga Pogradeci më plak, Einsteini, Edisoni, Irlandës, ashtu bie. Denis Taullaj. Pogradeci është qyteti më I bukur në botë më plak. Në rregull Denis mirë, në rregull. Është E pe që liçeni Orit u shpall liçeni më I bukur. Po nuk më intereson më për përgatitje, vazhdo më fol për Kanye West. Nëse edhe ne, domethënë I kemi mbështetur edhe I mbështesim edhe me Izraelin I kemi shumë mirë, edhe ndoshta do të ishim ne të parët që duhet të mbanim një qendri, po vetëm ne ishim, hajt më vllai, vetëm hajde të lutem. Mua nuk më bezdis fare kjo puna që jo po ky është nazist dhe nuk më bezdis fare. Edhe fakti që shteti, domethënë për sa kohë nuk ka ato janë gjëra, më fal, nëse organizon vetë shteti, janë gjëra që I din ata vetë, nuk mendoj që I ka shpëtuar Ramës. Vërtet? Që ka antisemit? Ky ka një këngë, jo, e kupton, nuk është. Rama ishte shumë I lumtur më Blendi. Padyshim. Blendi është I lezetshëm ore. Ashtu të polak I këndshëm. Do doja ta shaja se do thonë njerëzit mbështet qeverinë. Po duket sikur organizon ca gjëra të këndshme. Nuk të bezdis Blendi. Blendi? Sa dim vetëm me vetull. Si I ka si të çuditshme. Jo, mo. Okej, në pashi ditë e berberit tash pa lesa kohë duhet vetëm për vetullat. Eduard Gërshëra. Po. Blendi. Të përshëndesim. Na hapësh ndonjë fond nga komentet. Po të lutem vëlla. Shikoj mbështet Blendi është burrë I mirë shumë. Prandaj po. Po Blendi, po. Madje unë mërzita shumë me Ramën që I foli ashtu keq. Ku I foli keq? Po një javë, 2 javë çaj bre. Mja le të flasë I tha kështu. Çfarë plere? Blendi ton I foli ashtu. Blendi që ne duam aq shumë. Nuk do marrim asnjë fond. Të lutem kalo ke tema radhë. Nuk do marrim asgjë ta premtoj. Vetëm Azizi me të gjitha. Pse ngjerë të përmendur Gent Azizin në botë? Po se u mërzita me Zhaktinës, nuk më duhet më. Okej, të më erdhi tani do presit të më vi Gent Azizi. Shumë kam një telefon larg e ke. Fakt po, shi një frishtëllim, ta isha aty mbrapa. Genti? Po prej të hyj kështu. Ka ngjerë me Luanën që jemi në fund. A di që si kuku Luana? Me vërtet? Nuk e di, jep bare ka ajo. Po vjen bare jep shipja, nuk e di. Shipja është pastruesa të punoj me vitër. Po. Të këto emra janë emra pastruese që po. Domethënë ti do shkosh, do ta marrësh biletën, do sanitare, kërkojnë ndjes për drejtoresha e mirëmbajtjes fizike të ambientit. Inxhiniere pastrim. Po do na shaj nga unë kam mama për tër bi pastruese që jemi. Këto. Nëse ata që do ta shikojnë Kanye Westin, le të kënaqen, të kënaqemi të tërë edhe unë do jem aty. Unë shkoj, edhe unë atë My Beautiful Dark Twisted Fantasy e kam shumë qejf. Edhe college, çka ka graduation college dropout është nga, po edhe graduation, po edhe college dropout është nga albumet më të mira. Vërtetisht unë do shkoj dhe do kënaqem, shpresoj. Po do të kënaqen të tërë, nuk e di. Do këndosh me atë, ai thua fjalën nigë kur I thua kur. Padyshim që edhe më është pjesë e këngës. Është pjesë e këngës. Po ne ç'kemi sigur kemi ne insensitives të tilla, ne kemi fare. Kemi merremi çim me këta tanët me brenda Shqipërisë, kaloj me Friendly Fire. Po,